Megjithatë, mekanizmi që ka ndërtuar Partia Socialiste me një kontroll absolut që i bën territorit votës, me gjithë instrumentat që kanë mbështetje, qoftë administratën, qoftë forcën e pushtetit, qoftë parat që vinë nga fenomeni i blerjes votës, që edhe këtë herë nuk ka munguar dhe duhet ta themi, ka shkuar drejt këtyre mandateve që i kanë dhënë një pushtet në gjykimin tim të frikshëm. Një forcë politike që pas 3 mandate qeverisë vjen në mandatin e 4 me një forcë të tillë kartonash në kuvend për 83 mandatesh, sigurisht që është e frikshme, sepse me një lëvizje siç rëndom të jemi mësuar ta shohim edhe në legjislaturat e kaluara, të 2 mandateve që fare lehtë mund t'i marrë nga subjektet e reja politike apo ndoshta edhe nga ndonjë element brenda opozitës, ai mund të bëjë çdo ndryshim që do. Dhe ndryshimet që më pas mund ta bëjnë edhe më të fortë zotin Rama dhe Partinë Socialiste në drejtimin e vendit, sepse ka gjithë instrumentat tashmë edhe për të ndruar, pra për të bërë ndryshime në kodin zgjedhor apo edhe për të marrë vendime të tjera që mund të jenë ndoshta më të dëmshme për demokracinë e brendshme të vendit. Sigurisht që këto zgjedhje kanë pikpyetjet e tyre, nuk e dim sa ka arritur misioni vëzhguesi ose BE Dirit apo edhe ndoshta institucionet e tjera të huaja që kanë monitoruar për t'i faktuar problematikat që kanë patur. Ajo që mund të themi është fakti që ndoshta edhe ne si gazetarë, por ndoshta edhe opinioni publik ka pritur më shumë nga task forca për goditjen e krimeve zgjedhore dhe institucionet që u bën bashkë, SPAK, Byroja Kombëtare e Hetimit, KQZ, Policia e Shtetit e tjerë, për të goditur fenomenin, sepse ne e kemi parë edhe në fushatën zgjedhore, e kemi parë edhe ditën e zgjedhjeve që këto fenomene vazhdojnë ta dëmtojnë procesin demokratik të zgjedhjeve në Shqipëri. Sepse në fund ditës kam bindjen që nëse do të ishte një vullnet i lirë i qytetarëve shqiptarë dhe nëse do të kishim një proces zgjedhor të standardeve që do duhet të ishte, nuk do të kishim këtë rezultat. Nuk besoj që pas 3 mandate qeverisë as në një popull sa do i maj që t'jetë të merret kjo mbështetje e tillë sa të shkohet deri në atë pikë që të fitohet duke rritur edhe me 2-3 mandate në çarqe të caktuara. Sigurisht që opozita ka patur problemet e veta, sigurisht që lista mund të ketë patur pikpyetjet e veta të kandidatëve për deputet, por nuk besoj që ka qenë i dobët programi i Partisë Demokratike apo aq e keqe ajo listë e opozitës sa të shkohet deri në këtë rezultat ekstrem.